7 shenja që tregojnë se jeni prindër të mirë. Prindrit shpesh herë shqetësohen se po dështojnë me fëmijët e tyre. Prindrit moderne mbajnë veten në standarde më të larta, ndërsa ne ju udhëzojmë fëmijët tanë në moshën madhore. Thjesht mund të biesh në kurth duke u krahasuar me prindrit e tjerë, ose nëse kërkojnë njoftime të jashtme të qenit prindi mirë. Në punën time si psikolog klinik, ekzistojnë 7 shenja të cilat na bëjnë me dije që fëmia ka prindër të shkëlqyeshëm. 1. Fëmia shfaq një varg emocionesh përpara jush. Ndonjëherë është e rëndë ti parashikosh emocionet e mëdha të fëmijës. Ne ndoshta nuk dëshirojmë të jemi dëshmitar të shprehjes së emocioneve të mëdha të tyre, por aftësia e tyre për ta shprehur zemërimin, trishtimin ose frikën para jush është shenjë mirë sepse ato ndihen të sigurt me ne që të shprehen në atë mënyrë. Mua më brengos shumë kur fëmia i fshen ndjenjat e veta prej prindërve. Shpesh, kjo është shenjë problemeve të mëdha në relacionin prind-fëmijë. Shmangni ndaljen ose shpërqendrimin e fëmijës tuaj nga ndjenjat e tij. Në vend të kësaj, kushtojini vëmendje dhe tregoni vlerësim për ta. Sipas mënyrës në të cilën e godet murin, e shoh që je shumë i mërzitur. Dhe më thuaj që kjo është për shkak se vllai yt nuk dëshiron të lozë me ty. Në këtë mënyrë i bëni me dije fëmijës se mund t'i trajtoni ndjenjat e tij dhe jeni të gatshëm ta kuptoni problemin nga prizmi i tij. 2. Fëmia juaj vjen tek ju kur lëndohet ose përballet me ndonjë problem. Unë e di se prindi bën një punë të jashtëzakonshme kur fëmia i tyre vjen tek ata si stacion i parë për problemet e tij. Kjo do të thotë që ju keni siguruar një bazë të sigurt në të cilën fëmia juaj mund të kthehet kur ka nevojë për ndihmë. Mënyrë më e mirë për të inkurajuar këtë është ta mirëprisni fëmijën tuaj me krah të hapur dhe t'i dëgjoni problemet e tij, edhe pse juve mund t'ju duket problem i vogël. Kjo vendos që marrëdhënia juaj të jetë e hapur për komunikim për gjëra që janë të vështira në jetën e fëmijës. 3. Fëmia juaj mund të t'i debatojë mendimet edhe ndjenjat e tij pa pasur frikë nga reagimi juaj. Kjo është shenjë pozitive një marrëdhënie të hapur dhe fleksible në mes të prindrit dhe fëmijës. Disa prindër për dashje kufizojnë komunikimin me fëmijën e tyre përmes sjelljes së tyre, të tilla si reagimi i ashpër ndaj mendimeve ose ndjenjave që nuk ju pëlqejnë atyre që vënë në dyshim sjelljen e tyre si prind. Prindrit e tjerë shfaqen aq të brisht para fëmijëve të tyre, saqë nuk duan t'i dëgjojnë mendimet dhe ndjenjat e tyre. Unë shqetësohem kur prindrit thonë, fëmia im është shkëmbi im. Prindrit janë shkëmbind. Fëmijët nuk duhet të jenë kurrë shkëmbi prindërve të tyre. Ju mund ta përkrahni këtë duke i pranuar mendimet dhe ndjenjat e fëmijës tuaj. Ndërsa nëse keni nevojë për mbështetje shtesë për ndjenjat tuaja, bëjeni këtë me një të rritur tjetër, jo me fëmijën tuaj. 4. Keni qëndrim jo kritik dhe pa etiketime. Prindrit e shkëlqyeshëm komunikojnë pa e kritikuar dhe emërtuar fëmijën e tyre me emërtime të ndryshme siç janë i keq, lakmitar, dembel, gënjeshtar. Nëse fëmia e ka ngrënë komplet kutinë e biskotave me çokoladë dhe nuk ju ka ofruar asnjë biskot të tjerëve, prindi i shkëlqyeshëm do të përqendrohet në sjelljen. E ke ngrënë gjithë kutinë me biskota dhe nuk e dhuruar asnjë. Në familjen tonë është traditë u ofrosh edhe të tjerëve dhe të mos hashi vetëm. Si mendon, çfarë mund të bësh ta kompensosh këtë veprim? Kjo është më ndryshe nga thënia, ti vajzë lakmitare, ik në vëmën tënde. 5. Inkurajoni fëmijën tuaj t'i ndjek interesat dhe talentet e tij. Duke ndjekur interesat dhe talentin e tyre, fëmijët kanë mundësinë të provojnë aftësi dhe arritje. Në këtë mënyrë, fëmijët mund të qëndrojnë të angazhuar në disa aktivitete gjatë viteve të adoleshencës dhe si të rritur, dhe të mësojnë për këmbguljen dhe përballimin e suksesit dhe të shtimit, por dhe të mbrohen nga sjelljet e rrezikshme. Është ndjenja mrekullueshme për të pasur sukses në diçka që duam. Ndonjëherë unë takoj prindër që drejtojnë interesat e fëmijëve për t'i përmbushur ëndrat dhe nevojat e paplotësuara të tyre. Kur e detyroni fëmijën të shkëlqejë për arsye tuaja, të gjitha llojet e gjërave mund të marrin drejtim të gabuar. Edhe kur ju duket sikur gjërat po shkojnë mirë, kjo mund të ndikojë që fëmia të ndihet si dështim, të ndiejë presion të madh dhe të ndihen të kontrolluar. Gjithashtu, nëse ata dështojnë dhe ambicia e një prindi narcist qëndron prapa tij, fëmijët e mbajnë barrën e zhgënjimit të prindit të tyre mbi vetë zhgënjimin e tyre. 6. Ju i krijoni kufijtë e sjelljes për ta mbajtur fëmijën tuaj të sigurt. Prindrit e mrekullueshëm e udhëzojnë sjelljen e fëmijës së tyre duke vendosur ndonjëherë kufi. Fëmijët pa kufi dhe kufizime shpesh përfundojnë në telashe dhe humbin. Kufit e ndihmojnë fëmijën të ndjehet i dashur dhe i vlerësuar, edhe nëse nganjëherë nuk i pëlqejnë kufizimet. Disa shembuj të kufizimeve të dobishme e përfshin rutinën e gjumit, gjuhën respektuese ndaj anëtarëve të familjes dhe mos lejimin e adoleshentëve të marrin pjesë në ahengje ku shërbehet alkooli. 7. Ju i përmirësoni gabimet tuaja. Të qenët në gjendje t'i përmirësosh marrëdhëniet e prishura me fëmijën tënd, paraqet
shenjën e të qenit prindi mrekullueshëm. Nëse bërtisni, reagoni zëshëm dhe e ofendoni fëmijën tuaj në afekt, me rëndësi të jashtëzakonshme është ta ndërprisni atë gjë. Biseda me fëmijën rreth reagimit tuaj të pamatur mund të ndihmojë duke u arsyetuar se ju kanë pushtuar reagime intensive dhe nuk keni qenë në gjendje të reagoni në mënyrën e duhur. Shpeshherë mund të bini në kurthin e keq vlerësimit të aftësive të ndonjë prindi dhe vlerave të tij, duke krahasuar me nivelin e fëmijës, sa lexon në krahasime të tjerët, çfarë han dhe se si ata ngallënjejnë në terrenet sportive. Të qenit prindi suksesshëm është diçka tjetër. Ndërtimi i bazës së sigurt me fëmijën. Baza e sigurt qëndron në marrëdhënien e cila nuk varet nga rezultatet e jashtme, por qëndron në dashuri, respekt dhe lidhshmëri.